Përshëndetje gjithëve, sot do kemi për review një motor shumë kërkuar dhe është pikërisht Sejmish XR-ja I vitit 2022. Para se të fillojmë me review, mos harroni të bëni subscribe, e keni këtu poshtë videos. Për sa I përket XR-s, është një motor që ka grupin e Sejmishit, prandaj quhet edhe Sejmish XR. Pra ka grupin e Sejmish RS, jo RS. Është një motor që prodhon 165 kuaj kur del nga fabrika me një tork 114 Nm, që është një tork goxha I madh për motor sport touring. Pavarësisht se për mendimin tim nuk është një motor që unë do e preferoja, sepse është shumë agresiv për touring. Do preferoja më shumë një motor që është më pak agresiv për touring, për sport touring le ta themi kështu. Përgjithësi është një motor që preferoja shumë sepse ka një pamje shumë bukur. Po ta shikojmë pak, është një motor që për pamje nuk e çaj thu, nuk ka fjalë domethënë. Normalisht për elektronik si çdo BMW është full, quick shifter up and down, frenat para I ka Brembo, radiale edhe mbrapa pra Brembo, slide control, cruise control, sepse normalisht është dhe pak touring. Është një motor që mund ta fusësh dhe pak në rrugë keqe, siç është kjo rruga ku jemi këtu. Qofse do I shohim pak me detaje elementet e jashtëm këtij motori, do vëmë re radiatorin e ka goxha të madh, frenat siç e thash janë Brembo, ka lupa këtu, quick shifterin, proja, up and down, ka këtë katalitin e madh këtu, okay. E mira është që kur vendosësh marmit, ta vendosësh full system, që ta eliminosh të katalitin. Këtu ka vendin për valixhet, edhe këtu vendin për valixhen kryesore. Kjo është më marmit Akapovic. Dritat janë LED, gjitha edhe sinjalet. Një gjë që më pëlqen shumë të BMW-t është pjesa e sinjaleve mbrapa, që I rrin ndez, edhe kur je duke ecë në rrugë, janë shumë e bukur. Dallon direkt që është BMW. Nëse do shohim elementet e motorit, apo le të themi opsionet që motori ka, kjo është me keles. Shohim pak menun që ka. Çfarë ofron? Ky normalisht ofron riding modes, që I kemi këtu, Dynamic Pro, Rain, Road, Dynamic dhe Dynamic Pro. Dynamic Proja është konfigurimi që ti mund t'i bësh vetë motorit. Ka cruise controlin këtu, ka blokazhin, ka menun, nëse do futemi në menu, pra thjesht shtypim këtë për lart dhe futemi në menu. Atëherë këtu, po ta mbani mend kur kemi bërë me një mish rënd, ka pas pothuajse të njëjtën menu, ke My Vehicle, Sport, që po të futemi te Sport I kemi këtë crosscode-in pak më sportiv. Okay? Këtu ke lean angles, ke brake, ke tractionin. Është le të themi një crosscode më sportiv, një display më sportive. Se crosscode po them sikur po tregoj makinë. Te My Vehicle pastaj ke dhënat e motorit, temperaturën, baterinë etj. Me rasti më I mishëria, kush do t'i shohim më me detaje të hapi review-n e më I mishërës. Navigimin, kjo lidhet me Bluetooth normalisht, edhe tek settings. Opsionet që ka tek settings janë vehicle settings, system settings, connection, display, information edhe resetting. Nëse do futemi tek vehicle settings, ka dritat, ka holding, pra si më I mishi kur je malore për shembull ta mbaj motorin, e ka automat ose manual. Live timerin nëse do të bësh pis, shift lighti kur do të ndizet drita për ndruar marsh, edhe konfigurimi shift lightit, më falni. Edhe pro riding modes që siç e thash e bën on ose off, është konfigurimi pastaj I engine braking, I traction controllit, wheelie controllit, ABS-it, frenimit motorik, fuqisë motorike e të gjitha me radhë. Këtu jemi te njëshe për shembull. Okay, pra pothuajse të njëjtat opsione me I mishën. Janë pothuajse njëjti grup me së I mishën.
Kurse më i mishëria ka grupin e së i mishërës pastaj. Okej. Si që thash, mu nuk është se më pëlqen shumë si motor, sepse kam provuar 2017 dhe më zhduk shumë agresiv për sport touring, por gjithsesi më kanë thënë që kanë rregulluar te ky dhe do e testojmë tani edhe në rrugë. Në fund videos do i përgjigjemi edhe pyetjeve që janë bërë te Kasku në story në Instagram. Vazhdojmë edhe e shohim pak nesër si motor. Okej, tani do e shohim në rrugë këtë motor, edhe do mundohem ta kuptoj a ja vlen quhet sport touring apo jo. Jam në Dynamic Pro edhe nisur. Do e provojmë fillimisht në autostradë dhe pastaj do e shohim edhe në kthesa, në krap. Para se të futemi në autostradë, mos harroni të bëni subscribe. Si që thash, është një motor i fuqishëm. Japim gas ta provojmë një herë. Se është në kasi dhe sportive. Se i zjashëm, e limitoj shumë kolla, normalisht, që të eliminoj se kjo është 70 kuaj e është 120. Hajde për ja falim 130, saj që kam zjetë taj, no? Prapë është shumë i sërë. është një mish me grupin e saj mishëras. Normalisht është më shpejt. Really control good. Dhe 230 kg motor dhe është dëngjet është i manëvrushëm, i mirë, i lehtë për komfort. Hajt, mund t'i jap një 7 nga 10 se të sendilja nuk është se ke shumë hapësirë me lëviz. Skrijon do atë distancën e duhur nga sebratori. Sebratorin e kam i kapacitet 20 litra. Edhe për rrugë nuk është keq. Edhe kjo ka cruise control normalisht. Se ka morë akoma mjaftueshëm dorën për ta ngritur.
gomën e mbrapme e kishe pak konsumume, edhe rëshket ka shumë. Nuk besoj se do duket e kamera, po ka një dhe rëshkitje. Edhe në rrugë shumë të rëshkitshme, nuk është se është fort i rahatshëm, nga që ka tork goxha. Edhe të rëshket goma shumë kollaj. Faktikisht në krahasim me X-Run 2017, se është një gjenerat më vjetër se kjo, që ka më ëmbël. X-Ray historikisht nuk nga pëlqy vetëm se më zhduk shumë motor agresiv për sport touring. Dhe kam prospervu 2017-ës. Në krahasim me 2017-ën e pasën rregullu goxha këtë pjesën e, si ta shpjegoj, ëmbëlsisë, pra smoothing. Edhe pasën bërë më smooth se ai, sepse ai realisht i 2017-ës ndoshta ka qenë vetëm ai që kam provuar, se ka qenë stage 2 e kështu, po ka qenë shumë agresiv për sport touring. Kurse ky që nga më i ëmbël. Edhe pasën rregullu goxha problem që për mua ka qenë shumë kryesor, se nuk mund pretendosh për një motor sport touring të jetë shumë agresiv, se fundi është sport touring. Prandaj e ka atë karakterizimin sport touring. Se ky më shumë me kaq ku e fuqisa ka, më shumë sportiv është. Sport touring tamam, siç e pam dhe te review-ja, dy review më parë ka qenë Ray 1200 SRS-ja e BMW-s, ajo është sport touring tamam. Që është, le të themi, një kombinim i X-Rs me GS-n. Edhe është sport touring. Kurse kjo me plot gojën mund të them 75% sport dhe 25% touring. E vetmja gjë që ky motori ka touring është lartësia, cruise kontrolli dhe valixhet. Çdo gjë tjetër pastaj e ka sportive. Është pothuajse të njëjtat opsionet me së Michelin, të njëjtat konfigurime, të njëjtat kuaj fuqi, të njëjtit motor. Edhe kur të nxeht ka shumë nga kombët, me këtë duhet se s'bën të kesh këpucë me qafa gjata, ose të kesh çorap gjatë, realisht të grupi t'jep një nxehtësi. Shu për ato stradë, ta mbash e qetë, mirë ishte. Pra nuk është se ta jep atë torkun aq shumë, e ka gazin goxha mirë. Në krahasim, po e krahasoj gjithmonë me 2017 që kam provuar më para. Ai çik t'ia prek se gazin direkt merret e zjarr, kurse ky e pas ka goxha të mirë, që nga më smooth. Do të thon pas ka tolerancë gazi, se edhe ky po t'ja bësh çik më shumë se ç'duhet rreshket. Fundja i thoni që është 70 kuaj, nuk janë pak. 165 duke se dalë nga fabrika këto. Da, shumë marmit me najtë plumë vogël, nuk shkoj të 170, nuk shkoj të 175. Me fitrari, me gjona, mund shkoj edhe 180. Shof dhe kamerën, imagjino, mos ta kem nesë. Okej. Në punë që e ka. Se ka ndodhë për shembull kur po bëshim review në NCS, ndodhi që kisha harru kamerën fik dhe u detyrova u theva bëra sërish. Normalisht kur e bën për herë dytë, nuk është se dalin të njëjtat fjalë. Siç e ke eksperiencën për herë të parë, siç po e kam unë tani për eksperiencë për herë të parë. Ose harro kamerën ndez, nuk quhet më kamerën fik, nuk quhet më eksperiencë për herë të parë. Kjo quhet fix experience për herë të parë. Aty ku nisëm, aty e nisa dhe videon, aty e hipa dhe motorit. Edhe këtë gjenerat të X-Rs është era parë që e provoj. Se gjeneratën e vjetër, 2017 se kam provuar më parë dhe siç e thash, nuk është se më ka pëlqyer për
agresivitetin që ka, është shumë agresiv. Më zhduk mu ndoshta, po më zhduk më shumë agresiv se sa ky. Okej, tani është koha që ta provojmë pak më shumë përkthesa apo nga ana sportive, që është edhe përgjindja më e madhe për mendimin tim me këtij motori, është shumë sportiv. Nuk është se do të proj shumë, se kjo ka pak gomën e konsumuar mbrapa. Do mundohem ta shikoj sa i përshtatshëm është përkthesa, ndoshta ta krahasoj dhe me modele tjera. Se që e ka shumë praktik për kthesa e habishme. Pse them këtë është sepse këtë sëndiljen ku ulesh e ka pak si grop, edhe nuk lega të pozicionosh trupin si duhet. Përveç saj i le duket si motor. Frenimi goxha i mirë, është Brembo, 4 pistona para, radiale. Po këtë e pas ka shumë bezdishme, sepse unë jam mësuar që gjithmonë dal me trup në përkthesa se mbaj do të shu. Thjesht rri edhe të the motorin pa trup. Se i bit bërë shumë din e eagle për të marrë një kthes vogël. Kjo bezdis ka shumë. Nga ana fuqis, ka sa të normalisht me slipper clutch, se është quick shifter pro up and down. Slipper clutch. Slipper clutch në s'po e shpjegoj prapë se kemi shpjeguar po videot e kaluara. Torque ka goxha, pas nga bosa. Gati ku dhe 120 Nm torque, ose 117 nga fabrika. Përfundimisht përkthesa nuk më pëlqej fare. Fare. Deri tani një ndër motorat më të këqij përkthesa që kam provu. E gjitha për kësaj sëndiljes, se nuk e di a ka të vetën apo jo, po ja, kjo pjesa këtu më pengon që unë të lëviz trupin. E ka kështu si ngritur, e ka si ulse. I keni parasysh ato ulset e fëmijëve që kanë atë pjesën që mbajnë bythën në vend, edhe kjo ashtu e pasur dhe shumë e bezdisshme. Nuk e di, prisja më shumë nga X-Ray-a, me e shlëvdata sa merë, pavarësisht se unë se kam pas qef kur. Thjesht po vërtetoj fjalën time që për mendimin tim është dështimi BMW-s. Mendimi im, se dështim nuk mund tjetë kur është bestseller. Se X-Ray-a shit shumë, përsa ko është shit shumë, normalisht që e pëlqen njerëzit. Por është mendimi im, siç kanë tjerët mendim për motora tjerë, për shembull disa s'pëlqejnë Ducatin, disa s'pëlqejnë Suzukin, disa s'pëlqejnë Hondën, modele caktuara, edhe mua s'pëlqen X-Ray-a. BMW-n pëlqen sa dush, besoj e kam thënë që është mbreti, X-Ray-a fare.
Thjesht vërtetova atë që mendoja. Nuk e di, domethënë pse duhet marrë unë XR? Pse duhet marrë XR kur nëse du sport touring mund marrësh Tracer, mund marrësh Versus. Motorra që realisht janë sport touring, pra janë komfort edhe për sport, por edhe për ture. Pse duhet marrë motor sportiv për të bërë touring? Pastaj do motor sportiv shtrim që i vendosën valizhet, shtrim, gjysmë shtrirë. Ke Kawasaki Ninja CX, ke Honda VFR, ke ato të kësaj 1200 shërësën që patëm review të BMW-s. Realisht shumë zë bia këtë X-Run. Nuk e di, kur hipën fillim pëlqeu shumë, po tani që e provova në kthesa që është gjëja që unë kam më shumë qef fare. Frenimin e pasa super. Në amortizatorët. Kjo është në amortizatorët e BMW-s. Atë para. Nuk është se janë showa, si që kanë zakonisht bashkëpunime. E ka prodhu vetë BMW amortizatorët e kësaj. Dhe që e ka merëtit për gjatë mirë. Si përfundim, kaq do kemi edhe për X-Run, që të thash. Pëlqeu në fillim si motor, në autostrade kështu nesë kishin rregullu problemin që kanë pas, që kanë qenë shumë agresive, kishin bërë pak më të ëmbël, ama në kthesa nuk më pëlqeu fare. Kështu që unë personalisht nuk do e bdia si motor. Varë, se kjo është i bukur, s'ke që thuash, gëta i bukur, ka njerëz që pëlqejnë vetëm për bukurinë. X-Ray dhe XADV-ja për mendimin tim Shqipëri blen vetëm për të bukur. Se ka opsione tjera sa dush, më të mira dhe më të lira dhe me opsione pothuajse njësoj. Nuk është se të ofro diçka më shumë ky se sa një sport touring tamam. Ka qisha dhe për X-Run, mos harroni të bëni subscribe. Ju që i pëlqeni X-Run mos u mërzisni, thjesht është mendimi im, nuk do thotë që vlen për gjithë. Dhe bashkë shifemi videon e radhës. Okej, është koha të përgjigjemi pak pyetjeve që janë bërë në Instagram për sa i përket X-Run, ku vazhdojmë me pyetjen e parë që thotë avantazhet dhe disavantazhet kundrejt Africa Twin 1100. X-Run nuk e krahasoj dot me Afrikën, sepse Afrika është më shumë touring dhe off-road, kurse X-Run është sport touring dhe anon më shumë të ana sportives. Nëse do performancë, është X-Ray dhe nëse do komfort, edhe rati është Africa Twin. Me legët e tuaja do blije se i mish X-Ray, Kawasaki Versus 1100 apo Suzuki GSX 1000 GT. Suzuki se kam provu akoma, e kam provu për gjiro shumë vogla, është goxha i mirë, po me legët e mia unë do blija gjithmonë Versus 1100. E kam thënë dhe do e them gjithmonë që është motori më i kompletuar sport touring, sepse është sport touring tamam. Domethënë ka dhe anën sportive, është 50-50 sportiv dhe touring. Kurse Suzuki dhe X-Ray anojnë më shumë të ana sportive dhe mua s'është më pëlqen kjo gjë. Pra Versus normalisht. Ky apo Yamaha Tracer. Tracer. Pse? Sepse Tracer ka më pak fuqi dhe më duket më i rehatshëm për sport touring, kurse ky ka shumë fuqi për sport touring. Kjo është e vetmja arsye. Kurse kështu për bukuri të dy shumë bukur janë. E ka shtrejta serviset, i ka goxha shtrejta. Mos u bëft X-Ray për servise, se kam pas shok që
kanë vujt me serviset e X-Ras. Është super mjet, ma jep një xhiro. Ta japi pronari se s'është i imi. Po mendoj të kaloj nga super sport në sport touring, nga ja vlen X-Ra dhe për rrugë dhe për sport. Ja vlen varet çfarë tipi je. Do të thonë nëse jetë puna ime që vlerëson 50-50-ën, nuk do rekomandoja. Nëse je një tip që do më shumë anën sportive, pra 75% siç e thash, ja vlen. Pra është goxha i mirë, ka goxha takat. S'ke që thua, edhe i bukur është. A mendon se X-Ra është motori që bie në kundërshtim me ligjin e fizikës? Jo, ka shumë motora shumë herë më shpejt se X-Ra. X-Ra për GS. Është më i manevrueshëm, më i lehtë, më komfort. GS-ja kam thonë, është mbreti i touring. Po prapë, si me Afrikën nuk është se krahaso do të fiks fare, po kjo është më shumë sportiv. Aja vlen pra aq lek. Vallaj, pra aq lek se këtë muhabet po boshim pak më para. Pra aq lek në krahasim me XADV-n, ja vlen. Pra të kesh këtë dhe XADV-n me të njëjtin çmim, ja vlen 100 herë X-Ra. E kam si fiksim si motor, ja vlen. Shikoj review-n, unë kam dhënë mendimin tim normalisht. Me ato që më pëlqen mua, njerëzit janë ndryshëm dhe gjithë secili pëlqen gjëra të ndryshme, kështu që unë për veten nuk do e bleja. Po ka shumë njerëz që do e blejnin. Për preferencat e veta, se them unë nuk është se duhet të jemi gjithë dakord. Me gjë sport touring ngjashëm që është pak më lirë dhe pak CC, Tracery, Nonta. Okej, kaq ishin dhe pyetjet për sa i përket X-Ras. Ju falenderoj që e ndoqët si video, bashkë mirupafshim në video tjera.